edhe për me pasna një projekt nështë ma të përshtatshëm për gjithë qytetarët. Një auditim social i cili po bën sidomos te projektet, po e përmirëson cilësinë e punës. Disa nga gjetrat që ne kemi analizuar më këtë projekt. Një nismë e vogël e nisur në vitin 2022 u shndrua në një promotor të gjerë të ndryshimeve në qeverisjen lokale në Kosovë. Auditimi social, një model i mobilizimit të qytetarëve në mbikëqyrjen e projekteve publike, tashmë është dokumentuar si model që prodhon ndryshime të mëdha. Historiku i projektit nis në vitin 2022, kur projekti nisi paralelisht në 4 komuna të vendit. Aktivistë të shoqërisë civile atë kohë nisën të mbikëqyrnin projektet. Brenda pak vitesh, nga 2022 deri më 2025, në mbar vendin janë themeluar 35 grupe të auditimit social, duke angazhuar mbi 700 qytetarë aktiv. Përmes punës së tyre, këto ekipe kanë prodhuar më shumë se 200 rekomandime konkrete që synojnë përmirësimin e qeverisjes lokale dhe rritjen e llogaridhënies publike. Auditimi social është një model ku anëtarët e një komuniteti grumbullohen së bashku për të mbikëqyrur cilësinë e projekteve publike. Sipas metodologjisë, ata kontrollojnë nëse projekti është nevojë për komunitetin, nëse procedurat e prokurimit publik kanë shkuar sipas rregullave dhe më rëndësishmja, nëse cilësia e punimeve është sipas standardeve. I përbërë nga përfaqësues të ndryshëm të komunitetit, grupi i auditimit social kontrollon në detaje nëse projektet janë të qasshme për personat me aftësi të kufizuara, nuk e dëmtojnë ambientin dhe janë projekte të ndërtuara sipas standardeve. Nga mesi i gushtit 2025 deri në nëntor 2025, 6 grupe u angazhuan për të mbikëqyrur 16 projekte në komunën e Kaçanikut, Lipjanit, Mamushës, Drenasit, Dragashit dhe Istogut. Caqet ishin të qarta, do të monitoroheshin rrugë, trotuare, ujësjellës dhe investime në pajisje mirëmbajtëse. Dragashi është komunë e cila përfiton nga granti performancës. Komuna përfitoi 435.000 euro investime të cilat u destinuan për financimin e disa projekteve. Në Dragashi kemi monitoru 4 projekte. Kemi monitoru murin mbrojtës tek varrezat e Dragashit. Kemi monitoru ndriçimin e rrugëve në rrugën Unazore Dragashajne. Kemi monitoru trotuarin në rrugët e Opojës, për shembull në fshatin Brut Bollobrat, edhe në rrugën në fshatin Brezne. Për mu ka qenë eksperiencë shumë e mirë, u kanë hera parë që jam marrë me auditim social. Kemi pa që nuk ka pas tabelat vendosme për sigurinë e makinave, për shpejtësi, rregullim të shpejtësisë. Kemi pa që disa anësore janë kanë të krisme. Kemi rekomanduar mu vendos hekura, siguri më të madhe, ndriçim. Se unë mendoj për të mirën e qytetarëve, të mirën teme, edhe pse mos me veprua për me arrit këta. Se ndoshta kanë mund mu anashkalua prej firmës, prej komunës, ka mund m'ju ik diçka, edhe me bashkëpunim kemi më rrit. Të arrim suksesin, që t'i përmisojmë këto gabime. Unë mendoj që duhet me vazhdu për të mirën e komunës. Unë e për marrë shembull që kemi bu monitorimin e projektit në trotuarin Bollobrat Brut. Për shembull, në atë projekte kemi pa që u kanë një problem që s'janë menu për personat me aftësi të kufizume. Për shembull, u kanë rruga shumë e pjert edhe nuk janë menu për mu kanë kubzat adekuate për atë vend, ose nuk ka pas fëmijë që qarkullojnë non-stop aty që shkojnë në shkollë, pirej Brutit në fshatin Bollobrat. Nuk ka pas mbrojtës të hekurit. Po, sinqerisht po, sidomos në çdo projekte që i ka komuna, duhet mu kon auditimi social dhe me vazhdu, çdo vjet për shembull. Në pak javë të daljes në terren, ekipi auditimit social në Dragash konstatoi probleme në projektet e komunës. Kubzat e dëmtuara, planifikimi jo adekuat i trotuareve, cilësia e punimeve dhe një varg gjetjesh u listuan në rekomandimet që janë dorëzuar komunës. Në tërsinë e tyre, ekipi konstatoi që investimet nuk ishin planifikuar për personat me aftësi të kufizuara, ndërsa siguria e vendit ku zhvilloheshin punimet ishte e mangët. Kemi rekomanduar që rrugët më kanë më të lehta për personat e hendikepuar, për të verbrit, për nanat me karroca,
që mu kanë të afatgjate, që mos mu prish, me pas siguri gjatë rrugëve, gjatë natës. Po ka dëshirë çdo pjesëtari kësaj komune, se na gjithë po jetojmë këtu edhe do na mu konë ma mirë për ne. Ka qenë që ndikimi më i madh ka qenë që kemi arrit bashkëpunim brenda qytetarëve dhe komunës, që na kanë kuptuar, na kanë ndihmuar për një ecje më të lehtë, një ndriçim gjatë natës, për çdo kat. Me një listë të gjatë të problemeve të identifikuara, ekipi i auditimit social në Dragash bëri ndryshime në terren. Në takime zyrtare, qeveritarët e Dragashit u zotuan se problemet do të trajtohen ndërsa cilësia e punimeve do të përmirësohet. Sipas rekomandimeve që kemi diskutuar, kemi dalë një ditë me yllin zyrtarisht, kemi diskutuar kur i kemi pa për problemet që janë me sinjalizimin e rrezikshmërisë dhe punimin në rrugë, ata gjithmonë e komunën tonë kanë bërë problem. Punimet të realizuar pa tabelë informuese. Kjo është e vërtet. Na atë pa, në domethënë specifikisht na kanë lënë me do zona vetë ministri, jo në përgatitje ato veç nesër vendosën, domethënë. Ato ki kohë me vendos prej fillimit deri në pranim teknik, domethënë. Kur të përfundoi projekti atëherë, domethënë i kanë pak më ndryshe me apeleja, domethënë se sa këto që i bëjmë na rregullisht me standarde. I ka marrë operatori dhe është të i përgatit në njëjtën kohë, besoj që nesër, eventualisht mas nesër, veç vendosen domethënë në për zonat ku kanë mu vendos. Mbikëqyrës për realizimin e projektit ndërtimit trotuareve në fshatin Zapluzhe, Brut dhe Bellobrat, Predësan. Ne kemi shqyquar dhe kemi presim këtë raport, këtë draft raport, edhe me shumë serioziteti kemi marrë këto vërejtjet, sugjerimet që i keni paraqit në raport. Kemi mungesë të kompanime. Këtë vit kemi pas raste që 4 herë kemi shpallë të ndirë, edhe nuk është paraqit asnjë kompani. Kemi pas raste 3 herë, 2 herë. Gjithashtu kompani vendore i kemi vetëm 3, cilët vazhdimisht konkurrojnë e marrin projekte, i marrin 5-6 projekte e pastaj s'po mundin me realizu. Pastaj në këto kompani vendore kanë probleme me punëtorë. Punëtorët e mirë ju kanë ikë. Do të thotë kanë met punëtorë cilët kanë shumë pak përvojë. Nuk e kanë zanatin e duhur që me bën dhe punën kolektive. Të trajnuar për të mbikëqyrur projektet publike, antarët e ekipeve të auditimit social u dëshmuan në 6 komuna të vendit. Paralelisht me Dragashin, monitorimi u zhvillua dhe në komunën e Kaçanikut. Atje aktivistët e komunitetit mbikëqyrën projekte të fushave të sportit, parkingjeve dhe parqeve, të cilat u financuan nga granti performancës. Qëllimi ishte i qartë, do të kontrolloheshin standardet dhe cilësia e punimeve. Edhe këto kemi pas që nuk janë bën edhe dëgjimet publike si duhet nuk janë bën. Nuk janë ftu grupet e interesit, nuk janë ftu njerëz që kuptojnë pak më tepër në çdo projekte. Prej fillimit. Se projekt propozimi më në fund del projekti detajum që parashifën çdo gjë, e këto na kemi pas shumë të meta në këtë projekt, po pa marrë parasysh nështë edhe dikush edhe ka desh kështu, pelom që e kanë pas mirë. Pikës pa pjerinën e ka pasën, shumë pa përshtatshme për persona me aftësi të kufizuar, po tash gjatë këtij 3 muajsh të kështu që kanë bërë pjerin tjetër ka. O kon shumë e naltë, si ka plecu standardo kom shumë e naltë, shumë pjerin e madhe kon. Po kena kom qenë në Kavaqez, në atë projekt të parë në Kavaqez, atë kena rekomanduar se për personat me aftësi të kufizuar mi pas çdo lëvizje, çdo çast të lira. Kena kërkuar në parkim special për persona me aftësi të kufizuar, po për momentin nuk po shoh parkim për persona me aftësi të kufizuar këto. Po primin tash ndërkohë se do të përmirësohet kjo. Për persona me aftësi të kufizuar në Kavaqez të parë, kena kërkuar ato të parë që të luajnë për fëmijë. Kena kërkuar mi pas persona me aftësi të kufizuar me ulësat atje. Pa marrë parasysh kësaj. Nëse e marrim në dhe punishtën këto, edhe e shohmi këto se çfarë gjendje që kjo është, me të vërtet, kjo nuk guzon të ekziston. Edhe këta duhet
prej fillimit tjetë e qartë se kush e siguron punishtin, vend punishtin. A e siguron kompania, e sigurojnë institucionet komunale, apo kush e siguron këto, gjithë një shtyhet e se jo kompania, jo duhet komuna, që të gjana do të tjenë qarta njëherë, për gjithmonë mos përsëritin më. Të e mirë që na veç kemi fillu me i pa ato të metat që na duhet i përmirësojmë. Edhe duhet, si shoqëri, t'jemi të madhëzënshëm edhe t'jemi të përfshirë edhe në planifikimin e qëtën e projekteve, edhe në mbikëqyrjen e tyne. Mos ne shërben dikush, vetëm se po dojna me ba diçka. Gjatë 3 muajt kom shumë sene tash këto. Më kanë ndihmu më shumë. Ase kom pa tash projekte që janë, që zhvillua sen. Për këtij grupi që trajnim, më kom mësu shumë sene atë. Gjatë 3 muajt, shumë sene kom mësuar. Këto projekte jo, shëret nuk kanë për të verberet. Na kena kërku me pas shëret për të verberet, po kështu që nuk kanë. Kena me kështu tash me morova më të tjera, ase kështu që ja vlijen. Të palodhur dhe me shumë entuziazëm, aktivistët nga Kaçaniku listuan mbi 25 rekomandime për projektet e mbikëqyrura. Gjatë procesit ata kremtuan edhe ndryshimet direkte, menaxherët e kontratave dhe komuna ndërhyjnë për të përmirësuar cilësinë e punimeve dhe më rëndësishmja, projekti ndryshoi duke garantuar qasjen për personat me aftësi të kufizuar. Edhe për me pasna një projekt nështë ma të përshtatshëm për gjithë qytetarët edhe më konë ma gjithë përfshirës. Ne si grupi auditimit social kemi dhënë edhe rekomandimet tona, po janë konë disa rekomandime që i kemi përcjell ma herët në komunë. E mirë është që këto dy projekte, edhe ndërtimi i terreneve sportive edhe rregullimi i asirave publike, janë projekte të cilat janë në shërbim të qytetarëve dhe për të mirën e qytetarëve, kryesisht me karakter rekreativ, dhe janë në fazë të implementimit. Dhe kjo është e mirë për arsye se vërejtjet e juve mund të inkorporohen direkt ose sugjerimet në mënyrë që ata të përmirësohen dhe që produkti final të delë sa më i mirë. Edhe sa i përket lodrave, me këtë fazë nuk janë para po mu vendos lodrat, do më thonë e kena marrë si detyrë dhe besoj që në hartimin e paramosës për furnizim me lodra, e kem parasysh edhe këtë pjesën e lodrave veçanta që janë për persona me nevoja të veçanta. Këta kena bërë më herët dhe sheshi qytetit, nuk kështu që e kem si obligim, që besoj që kur të furnizohme kjo veç do të kryhet. Qasin për persona me aftësi të kufizuar nave që kena marrë parasysh, edhe pse atë pjekësia ka qenë, mirë po është shprehje si ankesë dhe na e kena vërtetuar që është qëndron dhe si të tillë na e kemi marrë parasysh e kemi komunikuar me punëkryesin dhe e kemi realizuar një qasje të re, e cila është edhe më e lehtë edhe më e mirë. E cilën e kemi një marrëveshje nga viti i kaluar, po vazhdojmë edhe këtë vit, një marrëveshje që neve na ban më një mirë, për shkak se pikërisht po i fusim edhe aktorë të cilët me të vërtetë do na korrigjojnë edhe gjatë punimeve. Prandaj po ju përgëzoj ju për punën. Jemi të mirësor gjithmonë për kritika, jemi të hapur për shkak se kemi nevojë me botë pamundër dhe më të mirën për qytetarët. Prandaj ju mirëpres çdo kohë. Unë po shpresoj që edhe me përfaqësues ndikosit të cilët janë terren dhe po monitorojnë sidomos të dy projekte që i kemi, po besoj që do të hasim mirë kuptim dhe gjithë ato mundësi çfarë ka komuna në kuadër të projekteve që i kemi, do të bëjmë pamundërën me e bën ata të cilët me të vërtetë është shërbim qytetare, në veçantë një kategori të cilën është një kategori jashtëzakonisht e ndihshme për shoqërinë tonë. Komunarët e Kaçanikut pranuan një listë të gjatë me rekomandime për projektet e mbikëqyrura nga ekipi auditimit social. Zotimet u dokumentuan se u mbajtën. Komuna shtoi shtegun për personat me aftësi të kufizuara, në fushën e sportit ndërmori veprime për ndriçimin publik dhe përmirësoi cilësinë e betonit në ndërtimin e parkingut. U zotuan edhe për përmirësime të tjera në projekt, ndërsa më e rëndësishme është se publikisht u premtua që projektet e ardhshme do të kenë të planifikuara paraprakisht qasjet për personat me aftësi të kufizuar. Granti i performancës komunale u ofrohet të gjitha komunave që kanë performancë të mirë. Një buxhet të vogël, por të rëndësishëm për komunitetin nga ky grant e përfitoi edhe komuna e Mamushës. Atje komuniteti u angazhua që të mbikëqyr furnizimin me generator për institucionet publike. Jam kënë 3 muaj, kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht i madh me zonja Ramije me shoqatës, kryetare e shoqatës. Jemi kënë grupi punës auditimit, e kemi pas ballafaqimet e mira, kërkesat e tona, e kemi formuar disa komisione për këtë projekt.
Projekti i mbikëqyrur gjatë procesit të auditimit social në Mamush ishte i rëndësishëm për komunitetin. Megjithatë, për shkak të defekteve në procedurat e prokurimit publik, tenderi dështoi. Ekipi rekomandoi që komuna në thirrjen e radhës të përmirësojë tenderimin dhe të sigurojë që pajisjet e nevojshme të blihen. Kemi lënë do specifikat shembull njerë. Shembull, kom hinë si krye infermieri që kemë fës, e kemi edhe drejtorin. E kemi shku, e kom marrë edhe një pastrusin, a i shembull e ka lënë specifikat për pastrimit. Na e kemi bo një vend mrenda kolegëve, e kemi bo një asi për me lënë specifikat generatorët, shembull, e kena matë kret kavejat që sa kemi, shembull, neve bjemi 100 kW, a e shkrynë për 100 kW, se 100 kW vetëm pompa termike e kemi. E kena shenu kret, qka kemi rentgenit, edhe ma tutje nëse vjene aparatura të reja, shembull, edhe ato duhet me mendu për me kërku, se për ditë projektet zbohen. Edhe nëse kërkojsh për ditë, aja ka procedur. Ta shofim, na shta kryet shpet që kjo projekti, edhe ta shofim ajrin kret, edhe komuna, edhe shkollat, edhe që ka më fë. Këto shërbimet, këto kërkesat janë për popullatës. Në takime publike, qeveritarët e Mamushës u zotuan se do të përmirësojnë veprimet e tyre në të ardhmen për të garantuar që investimet e nevojshme të implementohen në komunën e tyre. Arsyeja pse na mbledh më sot është se me email u kemi dërguar edhe draft raportin që kemi përpiluar si ekip i auditimit social. Edhe me i pa dhe jo paka shumë cilat janë gjetjet që i kemi has edhe në projekt po dhe në përgjithësi për komunën e Mamushës. Për neve është me rëndësi projekti, ka qenë projekti suksesshëm, por shpresojmë që javën tjetër do të përfundojmë krejt edhe që të buxhetin në shtesë nëse mëna me shfrytëzu edhe që ato me kry. Me mision të qartë, grupet e auditimit social në 6 komuna të vendit rekomanduan mbi 100 ndryshime në projektet që po implementoheshin nga komunat. Brenda pak javësh, efektet e aktivizmit qytetar u dokumentuan në terren, investime shtesë për të garantuar qasjen e personave me aftësi të kufizuar, përmirësime në cilësinë e materialeve e deri tek rritja e sigurisë në vendet e punës. Në ndërkohë, ekipi tjetër i auditimit social vazhdonte të mbikëqyrte projektet me rëndësi në komunën e Drenasit. Si komuna e parë në performancë, Drenasi kishte përfituar edhe buxhet të madh nga granti. Komuna vendosi të investojë në 2 rrugë, rrjet të ujësjellësit dhe në panele solare me këto mjete. Në terren, ekipët nisën të gjurmojnë sfidat e projekteve. Ka qenë një provojë e re në jetën time për shkak se unë jam zyrtar në shtëpinë e shëndetit në Drenas dhe një gjë të tillë nuk e kam përjetuar më herët. Andaj dhe kuptimi për auditimin social ka qenë se ne duhet që projektet të shohimi dhe të zhvillojmë ato, që sa ma tepër nëse ka mangësi në projekte, të identifikojmë njëkohësisht dhe t'ju paraqesim kërkesë organeve kompetente për mbështetjen e projektit në segmente të caktuara që e bojnë më të fuqishëm projektin. Jemi më ndryshe për shkak se ka pas gjëra që nuk i kemi ditë dhe si kemi kuptu ashtu si duhet, se ka qenë një dije e përgjithshme. Ndërsa tani mas 3 muaje jemi pak më ndryshe për shkak se dim të saksojmë të metat e projekteve më lehtë. Në fshatin Dobërshec janë 2 lagje ku mungon gypi ujësjellësit kryesor. Është lagja Sheho dhe është lagja Pranko. Domethënë, na kemi shpreh pak naci tona dhe i kemi rekomandu që në një kohë shumë të afërm të vendosen gypat kryesor për këto 2 lagje. Komuna ka shpreh vullnet edhe gatishmëri që në fazën tjetër do të kryhet kjo punë. Të llogarit që është një punë humanitare, është edhe një kontribut shumë i madh që dalëm dim sidomos banorëve të këtyre vendit, sidomos kur bëhet fjala për ujësjellës. Pra, si veteran apo si pjesëtar, ish pjesëtar i FSK-s, për auditimit social ku mësu shumë gjëra. Arsyeja kryesore është se qytetarët apo banorët e kanë një mundësi shumë më të madhe për mi shpreh pakënaqësitë e tyre gjatë punëve publike që janë kryer në nivel komuna apo organizata tjera.
Kështu që auditimi social, unë kisha propozu që çdo projekt që bëhet mallur nivel komunal apo nga organizata tjera, është një punë mos kryhet aty ku mos ketë auditim social. Në 2 projektet e para të mbikëqyrura, grupi i auditimit social gjeti probleme. Ato paraqitën në një listë të gjatë me rekomandime që ju dorëzuan komunës. Rruga malore rrezikon të dëmtohet për shkak të rrshitjeve të dheut. Asfalti nuk është cilësor, komuna nuk ka planifikuar rrethojas kësaj rrugës, ndërsa shenjat e rrezikut mungonin. Të gjitha këto gjetje u thanë hapur në takimet me zyrtarët e projektit. Disa nga gjetrat që ne kemi analizuar më këtë projekt janë rruga është një investim të një projekt i cili në të kaluarën nuk ka qenë implementuar sipas standardeve. Normalisht e dimë se kjo rrugë është ndërtuar pas luftës dhe u ndërtuar me shpejtësi, edhe normalisht tash ka damtime serioze. Ne kemi bën hyrje të projektit, do të edhe të gjitha specifika tjera që kërkohen, se keni kërkuar që një specifike do të na paraprakisht i kena kërku nga operatori ministrisë certifikatat që i ka posë projekt edhe konform cilësisë që i ka posë në paramos, kjo është edhe i ka vendosur. Auditimi social sigurisht që neve na ndihmon si komunë që të jemi më të përgjegjshëm edhe më llogaritans ndaj qytetarëve, sigurisht ekipi e auditimit social është në gjendje ose do të na ndihmoj shumë me vlerësu se cilat janë nevojat. Keni më edhe punën tonë me bëma ma profesionale, sigurisht ka njëherë dhe kompanit që ju në me gjithë na i rrugë me bo ma letë e ma shkurt, po na si jem të interesun me bo të më tonë shkile, ka përcime. Në mbarvajtjen e procesit të auditimit social, Drenasi ishte i veçantë për shkak se ekipi u përfshi edhe në fazë të hershme të planifikimit të projekteve. Udhëzues të shumtë rekomandojnë që komunat para nisjes së hartimit të projekteve duhet të konsultohen me komunitetin. Projekti për ndërtimin e rrugës në fshatin Negroc në fazën e planifikimit kaloi në duart e ekipit të auditimit social. 10 rekomandime u ndanë me hartuesit e projektit. Kena gjetë shumë rekomandime për rrugën për rrugën e fshatit Negroc Zavuçak. Për shembull kena rekomanduar për këtë rrugë mu bën pastrimi, ja peshin edhe vet pastrimi i rrugës në dy anë, trotuari mu kry trotuari mes me pas probleme për trotuari me si për ashtu rruga, atje ura, ku ashtu ura e monan ujtë ka gja shumë dhe të quhet pak më nalt edhe të mirët një farë pjese puna përmes më munu ujtë. Unë e kom pas rekomandime edhe si grupë që jam auditim social, po edhe nga banorët. Banorët mi kanë kërku që të kërkesa, parafërsisht të kërkesa që janë pastrimi i rrugës, të jetë sinjalizimi i rrugës i mirë, atje të vorret dhe dëshmorëve është një pjesë që është të komunës, edhe për që është afër vorret dhe dëshmorëve të bëhet një farë si lloj parki. Tashti nuk pa ka rreshje shumë të mëdha, po më herët ka pas rreshje më të mëdha dhe kena pas problem, po ja shihet edhe këtu ku ka flajt që ka pushu ujtu. Tashti na mendojmë që kjo rrugë të ketë një trotuar. Drenasi intervenoi për të përmirësuar disa prej rekomandimeve të grupit të auditimit social. Në teren, komuna rregulloi rrugët për tek varrezat dhe sanoi problemet në ujësjellës pas rekomandimeve të qytetarëve. Në një zonë tjetër, atë të Istogut, qytetarët u angazhuan po ashtu për të mbikëqyrur 2 projektet e komunës. Me grantin e performancës, komuna investoi në rrugica të fshatrave dhe në shtratin e Lumit. Trajnimi o konë shumë i mirë, për mu edhe prej trajnimit kom mësu shumë qka, kom mësu qasjen e shumë gjanave që shkojnë, mënyrën e një projekti, mënyrën e një grupit veçantë mu punu. Me që ligji për personat e verbër është në fuqi prej 1 janari 2013 dhe nuk është bo asgjë në sinjalizimin e rrugëve për personave të verbër, e shatë rrugës që çdo hapësirë ose çdo projekt që niset me pas qasjen e gjithë personave të aftësive të kufizume, po në veçanti kategorinë cilën e përfaqësoj. Personat e verbër kanë nevojë me pas qasjen një shëtitore, një park, një rrugë, disa zebra, të një institucion, njërë që me ditë ku po shkon, njërë që me ditë që ka me kalu një rrugë. Unë jam e zeshme sepse e përfaqësoj atë kategori, edhe njëna prej tyne jam unë vetë. Edhe na i kemi kërku që t'jenë rrethojat pjesë që numër 1 të ruhet shëndeti i njerëzve. Do më thonë të ketë
disa shirita, rrethojat, se nuk bën me i njerëz pa autorizum, fëmija sidomos e shumë kush, që do më thonë të bëhet një vend punishte tamam që shi takon ligjit. Do më thonë shëndeti i punëtorit është numër 1. Normal se çdo qytetar ka që me pa mirë ma mirë qytetin e vetë. Do më thonë që të ketë sa ma pak kërkesat qytetarëve. Për mua është pika ma e mirë që çdo vend me marrë pjesë qytetari, me dhonë një ide, me dhonë qoftë për një lule ose një les, ose është shumë e mirë. Kanalizime du të me pas, nëse presim me shku në Evropë, kanalizime du të më konë pjesë e veçante, ju e lumenjeve. 2 projektet e mbikëqyrura në Istog përfunduan me një listë të gjatë të rekomandimeve. U rekomandua që shtrati i lumit të jetë i qasshëm për personat me aftësi të kufizuara, të ruhet ambienti, bashkë me të u rekomandua shtimi i parkingjeve dhe një varg ndryshimesh të tjera. Komuna nuk ka ndërmarrë masa për të siguruar vendpunishtet ku po zhvillohen punet. Siguria në ato zona ku është implementuar projekti është ka në nivel të duhur, ose patjetër nuk është kombet bëni që hapën nëse është paraqit rrezik për qytetarët. Te pjesa e rekomandimeve që keni thonë ju si pjesë e ekipit të auditimit social janë të pranueshme, edhe nëse nuk e prekun projektin, mund mi prek natyrat e projekteve të tjera. Në këtë projekt që ka bëhet në shtetëror racional, kam rekomandu me pas sinjalizim për personat verbër. Pllaka taktile, kursi, që ju thojmë na në këtë zhargonin ton si organizat, ose shërita për shkap. Që ata me pas mundësim kush del që t'ja naltë me shëtit. Fakti që unë ju e gjithmonë këshill me përdorë shkopin, e gjithmonë e kam veç një përgjigje. Ku? Pyetja që më shtrohet ku me dhonën përgjigjen që kam i thonë, përdore që në qitë kushte ku je. Po mirë, po ku më orientuone, ku ka vija, ku s'ka. Na besoj javën, na shteve që mbyll aktiviteti për kërimit, e kemi me bëmë me sinjalizim. Më thonë me që pjesën e ngjyrës staf që pëtojmë, që po krijohet dhe më thonë e njëjti standard për personat me aftësi të kufizuar. Botë si profesorë, krijohen 4 shëritat e ngjyrës së trash. Të thonë që i plotësojnë standardet ndërkombëtare për personat e verbër dhe për pjesën e shkollës. Ka më bënë zona urbane, mas vonë. Më thonë secila pjesë e zonës urbane që ndërlidhet me institucionet publike. Auditimi social, një metodë mbikëqyrjes qytetare ushtri në 6 komuna të vendit. Lipjani ishte komuna tjetër e cila përfshiu në auditim social disa projekte. Ndikimi ka qenë më i miri që kemi gjetë një mirë kuptim të auditimi dhe të na si persona të fshatit. Të ndryshimi i kullës mbrëmshme kur është ardhe në mes shoqatës veteranëve të luftës Kryemirit, ata kanë vendosur, edhe pse unë përfaqësues i fshatit jam, po ata kanë vendosur për një pamje sa më të mirë edhe do pengesa mos me qenë mrena ke lëvizjet e njerëzve. Kemi pas në grup auditimi social edhe pjesëtar të veteranëve. Edhe më shumë janë pjesëtar se aty ne ju duhet. Për në katin e parë kanë qasje ata me një invalid dhe veteranë për nalt nuk është aqë se skenat e mëndoja kanë me konë në katë parë. Në angazhimet e mia në fshatin tim kanë qenë rruga Memorialit, e cila ka qenë një projekt për komunës, do me thonë krejt një farforme ndryshe, me kërkesën tonë, do me thonë e ka kompletu edhe me gjitha ato shka i takojnë rrugës, edhe me parking për ata dhe jemi konë të knaqë me ndryshimin e ati projekte. Po me të vërtet projektet janë shumë atë mira, shumë atë sigurta, shumë atë domethënëse, sepse po një zërit qytetarit edhe komuna domethënë peshe vetë vetën që duhet ndo sene të përmisoj aty ku i ka projektet. Dhe është vrejt që bugujnë edhe disa sinjalizues, nuk jam edhe disa mbrojtës, nuk jam përfshirë në projekt. E kemi disa vrejt edhe ato pengesat për ngatërsinë shpejtësisë. Njëja nuk është prapon brenda standardeve, po në takimin që kemi pas me menaxherin projektit, po menaxheri projektit neve na arsyeton se kjo pengesë është kërkesë qytetare për shkak të zhvillimit shpejtësisë komunikacion lëvizjev të automjetën çat pjesë. Auditimi social për neve në komunë nuk është termi pa njohur, tash është bën një traditë apo e përcjellim dhe po jep rezultate të mira. Është hera dytë që kemi bë me auditim social me qytetar
edhe kisha dashur me ju falenderoj juve për kontributin që e keni dhënë me i përcjell edhe me dhënë rekomandimet e juja në këto projekte që kemi realizu fal grandit të performancës që jemi tash përfitues. Edhe këto projekte janë të mirë të komunitetit edhe në të mirë të qytetarëve dhe sigurisht që vërejtjet edhe sugjerimet edhe çkado që mundemi me bë më mirë në kuadër të realizimit të projektet për neve janë shumë të mirë se ardhura. Mbi 100 rekomandime u gjeneruan nga ekipet e auditimit social në ciklin e vitit 2025. Projekti u zhvillua si pjesë e një bashkëpunimi në mes komunave dhe komunitetit, ndërsa prioritetet dhe rekomandimet morën mbështetjen dhe zotimin e kryetarëve të komunave. Ka që 2-3 ditë që Komuna Kaçanikut ka filluar me auditimin social, pikërisht me kërkesën e juaj që në fillim ka qenë një entuziazëm ose një pritje e mirë, tu shpresu që ka me dhënë rezultatin, gjë që faktikisht po e pat rezultat të cilën faktikisht po e presim. Një auditim social i cili po bën sidomos te projektet, po e përmirëson cilësinë e punës, po e ndryshon rrjedhat gjatë punimeve të cilat me të vërtet po hyjnë në shërbim të komunitetit. Prandaj unë shpresoj dhe besoj që ky bashkëpunim që ka filluar deri më tani do të thellohet më tutje për shkak se kjo po vresë sidomos në realizimin e projekteve të cilat faktikisht po i përshtaten edhe komunitetit të cilën përgjithësi aty edhe ku po realizojnë këto projekte. Ne si komunë kemi thonë, kemi deklaru, po edhe në fakt e kemi vërtetu se jem komunë kampion për transparencë. Kjo që kemi bo me juve për auditim social, i ka kontribu, i ka shërby qytetarit drenasit, i ka shërby zyrtarëve të mi, komunës, për me bo punën ma mire dhe për me mbikëqyr edhe operatorin gjatë kryerjes punëve në mënyrën ma të mirë të mundshme. Prandaj edhe jam i kënaqur me auditimin social, sepse ai na ban ma të përgjegjshëm në punën tonë. Grupi i auditimit që i mbikëqyr projektet, edhe ai do të menoj me konë profesional. Për mu, si kryetari i komunës, është një ndihmës, në mënyrë që do të vërejtjet që do t'i marrim nga ky grup i auditimit social, unë do t'i marr parasysh vërejtjet cilat janë me vend, dhe për mua është një kontroll e dyfisht, e dytë projekteve dhe kualitetit e punime që më bën në terren. Kështu që unë më këtë qëllim me shumë dëshirë e kam prit këtë vendim edhe këtë kërkes nga MAPLA edhe nga investitorët apo donatorët e grandit performancës. Tare u konë aty, edhe të punëkrysit nëse është diçka problem, tu implementu mund të me lajmëru direkt edhe të institucioni. Edhe kjo ka qenë një pozitiv për neve edhe është pozitiv për tonë Kosovën se na e dim në Evropë çdo qytetar është policë, çdo qytetar është mbrojtje institucionit, mbrojtje shtetit vet. Edhe na si Kosovë duhet këto me pas sa më herët edhe sa më shpejt. Patjetër duhet me marrë se është më përpara për të mirën personal imi, për të mirën institucionit, për të mirën qytetarëve. Se unë thash pak më herët, mundet me ikpi neve do sene, do gjana që s'muna me pa na, qytetari eshe paralemron, ose lemron komunën direkt, institucionin, edhe kjo për kur kryet projekti, mos me pas të lashe edhe pas projektit, edhe të lashe ligjore, edhe të lashe të kvalitetit. Kur marrim pjesë të hartu projekte është shumë më mirë se mbikëqyrja është shumë më pak. Sigurisht që kontributi se cilës kategori në fazat hershme të projektit është mjaft i mirëseardhur për neve, për shkak se nuk është që kemi parasysh ose gjitha nevojat e secilës kategori, por me përfshirjen e qytetarëve herët në procedurën e projektimit, do të ishte më mirë që ti shohim edhe nevojat e tyre, pastaj që projekti të kompletohet në mënyrë për gjitha kategoritë. Edhe kjo neve na lehtëson punën gjatë ideimit edhe përgatitjes së paramasave dhe projektet në përgjithësi. Vitin e kaluar në auditimin social kemi marrë disa rekomandime, për shkak se kanë qenë disa rekomandime të shumta, disa i kemi marrë. Njëra prej tyre ka qenë në sallën Ismail Luma që është parapatash në buxhetin e këtij vitit. Çka neve na merret tash për gjetrave që ju e keni bërë është me rrit pjesën e presionit, po them kuptimin e mirë të fjalës, edhe përmes inspektoratit tonë në mënyrë që ato rekomandime me u zbatuar dhe ato shenja, sinjale që janë nevojshme për vendpunishtë me u vendosur në secilën që na jemi duke investuar si institucion. Përpas që është mirëpritur, po e shoh edhe unë sekretari dhe pjesa e ekipit të ekzekutivit që i ka prek auditimi social që është shumë e mundshme me u përmirësuar në punën tonë përmes gjetrave që ju
i bën edhe që manej përmes rekomandimeve cilat vinë tek ne si institucion, kështu që po sekretari i komunës që stohet mendoj që pjesa e auditimit social duhet vazhdoj, jo veç të komuna jonë, por të krejt komunat e Kosovës se ka nevojë për, s'po du me thonë byqyre, për një çfarë komponente shtesë të transparencës në raport me investimet kapitale. Çka vlen me u theksu është mendoj që ka ndiku shumë në një pjesë edhe të kulturës se si ne kemi bërë qeverisje lokale, një farë formë, ose që ky lloj bashkëpunimi mes komunave dhe qytetarëve, që ka qenë një farë lloj hendeku ku u konsideru shumë luksoze, po them kështu në thojza që një qytetar me pas mundësinë me e taku një kryetar komune ose një zyrtar komunal e aq më pak me mujt me pas mundësi qasje në dokumente, monitorim e me pas zo që realisht me ndiku që një pjesë e projektit për shembull me u ndryshu në të mirën e tyre. Kështu që në këtë aspekt mendoj që është sukses goxha i madh, e thash kështu si më të përgjithshme, pasi që mund diskutojmë edhe storie të suksesit të caktuar. Mirë po, që ky lloj bashkëpunimi është fuqizu, ka ndiku shumë që një farë forme edhe besimi i qytetarëve ndaj institucioneve publike dhe llogaridhënies që ata mund të kenë ndaj tyre me u rrit. Në 4 vite, ekipet e auditimit social dhanë qindra rekomandime. Puna e tyre tashmë është ndruar në një standard për punën dhe cilësinë e qeverisjes lokale. Parqet, rrugët, ndërtesat dhe investimet e komunave janë më të mira sot për shkak të punës së ekipeve. 700 aktivistët e trajnuar tashmë janë ekspert të mbikëqyrjes qytetare.